pas një dite shumë të lodhshme në Polloni, mes plunit të madh se tash na ndroi dhe koha na u bë për smari, erdha dhe gjeta 2 mysafirë që më kanë 1 orë që më relaksojnë. Dhe inshallah sonte do zhvillohet një bisedë Do zoti më la shqip. Të lutem, ka mundësi mos flasësh më lër të bëj monologun tim. Do zoti thash. Dhe ka 2 personazhe që unë do ta filloj me atë të kohës time. Njoni ka qenë vetvetja në atë kohë që shumë pak njerëz ishin vetvetja. Luftonte për të vërtetën e vet, për fjalët e veta, për atë që i pëlqente dhe gjithë Tirana i thoshte Stropjo. Stropjo, ç'është ky Stropjo? Ç'a këto mendime? Dhe ky personazh në 90-ën na iku nga Shqipënia dhe iku për të kërku lirinë e vet në vendin më demokratik që quhet Amerikë. Dhe na u kthy mas 35 vjetëve me lirinë, por me të njëjtën mundësi. Mendimet e veta nuk i gjeti atje dhe erdhi t'i kërkoi përsëri në MMD. Ky është personazhi i parë. Ndërsa personazhi i dytë është një vajzë mrekullueshme që ka lindur në Tiranën tonë dhe ka ikur shumë e vogël në Itali, tek ajo Italia që ne ka qenë vetmja dritare, që ne kemi parë modën, kemi parë të bukurën, kemi parë lirinë, kemi parë çdo gjë. Dhe kjo iku një lule prej Shqipënie dhe iku të kërkoj lirinë në Itali. U kthye e lirë, por u përplas me këtë mentalitetin tonë që për Zotin nuk e di a kemi fitu do të lirinë ne apo se kemi fitu do të lirinë. Dhe këto 2 personazhe kaq karizmatike që në një lloj mënyre janë të 2 njësoj. Njëri i para 90-s që vazhdon të jetë i njëjti dhe tjetra e formuar mas 90-s do ne i prezantoj i madhi Bledmane. Një mbroma, i gjati Bledmane. I gjati një kemi Shqipëri, po lenet i gjati Bledmane. Por pa një. Një e gjatë. Një. Edhe si edhe... Mi mbroma një, për më pëlqeu prezantimi për Ilirin. Pse? U bëra naty çik xheloz për këtë xheloz. Gjithsesi, sepse ti bërë një reklam... dashnia jonë, dihet. Shkoj në Amerikë për atë liri dhe u kthye nga Amerika me atë liri, të papërpunuar, të parafinuar dhe bëre komplimente Zhakut që shkoi një orë larg. Tashi me këtë konstatim të Bledit ne po mbyllim emisionin dhe po lëmë kaq. Po ne përkat jemi mbledh. Ne përkat jemi mbledh. Ai ta aty një lirir dhe u kapi lirir. Ja, shikon që është xheloz, mi mbroma i ftuar thotë Jacqueline Lakatari, e ftuar e Gjerlucës, e ftuar e ime, e ftuar e Lirit. Ishte thjesht një intro kështu miqësore, deshëm do të ngacmonim, mirë se erdhe. Dhe faleminderit shumë që ke ardhur dhe ke pranuar këtë ftesë dhe ne jemi bë 3 me një dashje se Syçi është i ekipit, kupton? Jo, Syçi sot është nga Zhakut, është ekipi i Zhakut, kështu që jemi 2 me 2 sot. Një kundërshtar me Lucën zbor. S'do bësh kundërshtar. Ne çika do të përplasim se s'montrim dot. Debat filozofik. Do bëni një luftë. A ke bërë ndonjëherë debat me oligark kështu në studio televizive, në rrugë, në zyrë? Në studio televizive nuk e di, nëse ata që me cilët kam debatuar unë ka qenë oligark të vërtet ose oligark wannabe. Po shiko çfarë qëndrimi mora unë jo. Edhe më ndryshoi dhe pamja, po se zakonisht ta shohin nga lart poshtë apo nga poshtë lart, si ta oligarkët. Ose drejt për drejt, ka dhe një mundësi tjetër. Ose duhet të shpurtojnë. Burrat e mëdhenj shohin nga lart. Drejt për drejt. Ke ndonjë opinion standard, shablon për oligarkët apo u kërkon kohë që ti njohësh? Jo, nuk kam ndonjë opinion standard për oligarkët, ose opinioni im për oligarkët nuk është opinioni i masës. Pra, unë nuk i shoh oligarkët si e keqja e kapitalizmit ose e keqja e vendit tonë, dhe nuk mendoj që problemi janë vetë oligarkët, mendoj që problemi që ne kemi në shoqëritë e sotme, po edhe në Shqipëri, është shpërndarja e të mirave, jo ekzistenca e oligarkut. Dhe shpërndarja e të mirave jo vetëm te oligarkët, por edhe te njerëzit e thjeshtë. Oligarkët duhet të ekzistojnë dhe është mirë që të ekzistojnë dhe është mirë që të bëjnë sa më shumë para, sepse sa më shumë para të bëjnë ata, aq më shumë mundësi ka njerëzit e tjerë që nuk kanë para të jetojë pak më me shumë dinjitet dhe ndoshta të
nëpërmjet taksimit të oligarkëve të marrin ato pak dignitet ose atë dignitet që meritojnë dhe që dikush tjetër ja u ka marrë, ose sistemi në të cilin ne jetojmë ja u ka marrë. Kjo është ajo që mendoj unë për oligarkët. Patjetër. Sistemi sot në Shqipëri edhe në Perëndim edhe në Amerikë është në krizë. Edhe është pikërisht krizë se për këtë është në krizë, për shpërndarjen e të mirave, jo për ekzistencën e oligarkëve. Sepse në vitet 60 dhe 70 në fillimin e industrializimit, diferenca e punëtorit dhe oligarkut e pagës ishte 20, 30, 40%. Sa është tani? Po, ndjes. Kur them oligarkë, se ne këtu themi kemi oligarkë, unë nuk mendoj që në Shqipëri ka oligarkë. Shqipëni ka dallaveregjit pasur, që kanë qenë bashkëpunim dhe kanë përfituar nëpërmjet shtetit, por nuk e kanë hullë këtë parën prodhim, në të kundërt e kanë dëmtuar Shqipërinë dhe ne i dim tash me ndërtimet e me drejtjen e me bijë. Faleminderit shumë që më dhat faleminderit shumë që i dhat kaq shumë kohë oligarkëve. Edhe Jacques, lutem. Të lutem se sa herë mbledhemi flasim për oligarkët është bërë shumë e lodhshme kjo temë, i takon shqiptarëve që të ndajnë kategorinë e njerëzve që punojnë dhe kjo është një diskutim kaq i gjatë, që nuk ja vlen të humbim kohën me këtë me oligarkët të cilët kanë kompani multinacionale, ne nuk e dimë për kë punojnë. Formimi jot në shkollët mesme ka qenë një shkollë kristiane. Unë në shkollën 8 vjeçare kam bërë në shkollë kristiane, pastaj shkollën e mesme kam filluar në Itali, po e kam përfunduar këtu në Petronin. E kuptoj. Petroninse. E kuptoj. Pra, ka vletur ai formim katolik? Katolik. Judaiko-kristian. Ka vletur, sepse është një sepse ti merr ato bazat e të qenurit njerëzor dhe human, por nga ana tjetër nuk më ka vletur, sidomos në botën e sotme kapitaliste, sepse edukimi judaiko-kristian të bën ty që të jesh gjithmonë modest, që të kesh frikë nga paraja, që të kesh frikë nga investimi, dhe që sa herë që ty të bëhet një e keqe, ti të kthesh faqen tjetër dhe ndoshta pra të ka vletur për të kuptuar të vërtetën dhe nuk ka vletur për të përballur sy për sy dhe dhëm për dhëm. Dhe këtë sy për sy dhe dhëm për dhëm e ke marrë në tallavan e Shqipërisë tonë, këtë kuptoj. Jo, nuk e shoh kështu. Mendoj që kjo që quan ti sy për sy dhe dhëm për dhëm është një energji. Se të shoh shumë luftarake për pikat që ngren. Dhe je modeli më i mirë për mua për të luftuar për të vërtetën e femrës, për të vërtetën e gruas, për të vërtetën... Kjo nuk më ka ardhur nga Shqipëria. Kjo është një gjë që unë e kam të lindur dhe që unë e kam kultivuar dhe e kam përpunuar dhe në të cilën kam investuar, duke kuptuar që kam një energji tek vetja ime dhe kam një prirje ndaj më shumë të dhënit. Të zhvilluar ku e ke? Më shumë të dhënit se sa të marrit. Është më shumë e ke vetë se ke edhe të Jo, është edukimi familjar që kam marrë, po patjetër edhe ndikimi i edukimit judaiko-kristian, ku ti duhet t'japësh gjithmonë për tjetrin. Dhe edukimi familjar dy vëllezër, mrena i familjes është njësoj. Nuk po flas vetëm për nuk ka lidhje ajo. Është pjesë e genit ajo. Nuk ka lidhje ajo. Edukimi është pjesë e genit. Sepse vlerat familjare ti i merr njësoj, karakteristikat që ti ke në ADN-n tënde janë gjëra të tjera, por vlerat familjare janë njësoj për të gjithë fëmijët. Jo, mënyra luftarake është çështje karakteri. Patjetër është e lindur, atë po them. Atë po them. Në një rrugë, atë po them që është çështje karakteri. Po shtoj, edukimi judaiko-kristian, tek morgeshat që un kam pasur, më ka bërë që un të kem një prirje për t'i dhënë një ndihmë tjetrit. Dhe nëse kjo ndihma përfshin vetë sakrifikimin, nuk ka problem, sepse feja e krishter e parashikon vetë sakrifikimin për të mirën e përbashkët apo për të mirën e tjetrit. Pra në ferën e krishterë, për të këndjerë kënaqësi, ti duhet të ndjesh dhimbje. Kënaqësia vjen nëpërmjet dhimbjes. Dhe kjo në botën e sotme kapitaliste nuk është dashje pozitive sepse të lë mbrapa
Po edhe vetë feja nuk e ka dhimbje të që ti jemi sinqert. Nuk jam dakord. Po tani Jezusi a e vrau veten që Jezusi po. A u kryqëzuar në mëkatet e të tjerëve. Ja bravo, Jezusi po, por ato që predikojnë Jezusin u kryqëzua. Ato se Jezusi, Nën Tereza që janë dy shembujt e vetë sakrifikimit. Nën Tereza është çështje tjetër. Nën Tereza është çështje tjetër. Është sakrifiku dha ajo. Me pal pandofla kanë. Jo. Ta mbaroj logjikën. Jo pra po, nuk mund ta mbarosh logjikën sepse mbi Nën Terezën ka shumë debate që tregojnë se çfarë ka bërë Nën Tereza, para të kujt ka pasuar Nën Tereza dhe bashkëpunimet të cilat kriminale i ka pasur Nën Tereza. Mos revizojmë bisedën. Ajo që ka pastruar parë Nën Tereza. Dhe çfarë përfitoi nga ky pastruar? Mos bini viktime këtë. Varfërin, që feja krishtere të ekzistojë, duhet të ketë të varfër. Nëse një person i varfër vendos që kondita në të cilën ai qëndron nuk është një konditë që i ka ardhur nga pushteti i lartë, pra nga Zoti. Këto janë teoritë e teologjisë. Praktik. Po kështu bëhet propaganda dhe kështu manipulohen njerëzit. A është ideologji dhe feja? Tjetër. Është parti politike. Është parti politike. Shpreh mendimin tim që është vetë sakrifiku Krishti. Dhe mrapa të gjithë, ka pas njerëz po në përgjithësi klerikët jetë prodhore. Ose që mund të bëjë një ndërhyrje. Nuk kemi mbledh këtu për të zbërthyer historinë se unë e di që përballë kam 3 njerëz shumë ditur. Kam 2 gazetarë dhe një vajzë, një zonjush, shumë aktiviste, shumë 3 gazetarë kam përballë. Nuk po shtrojmë këtu kush është më i kulturuar. Unë dua të kuptoj që sa i ka influencuar formimi i Zhakut në këtë pozicion dhe në këtë qëndrim shoqëror që mban Zhaku. Dhe që Zhaku nuk ndjehet e poshtruar nga gjithë opinioni për gjithë kauzat që ngren dhe është kaq luftarake. Dhe për mu formimi, se them geni them sepse geni është ai që njeriu kur formohet në shkollë, thith ato gjona që i ka genetike më shumë se sa thith ato gjona shpirtore mira përballë të keqes. Kjo është ajo që lidhur genin me shkollimin. E kupton? Sepse janë shkollu shumë njerëz. Duke pas një familje që shkollohet brez janë bërë jashtëzakonisht këqij. Kështu që Zhaku, ky lloj formimi, unë kuptoj që e ka ndihmuar shumë në kauzat që Zhaku ka ngritur dhe ka luftuar. Është Zhak në plotso. Po, e vërtet është. Ka pasur një lloj ndikimi në mënyrën se si unë e perceptoj botën, e shoh individin, e shoh të drejtën e individit për të ekzistuar në botë, e shoh ndërlidhjen që njerëzit duhet të kenë me njëri tjetrin dhe e shoh rolin apo atë ikigain apo qëllimin që secili njeri ka në jetë. Se secili nga ne vjen një moment në jetë dhe pyet veten pse kam ardhur unë, për çfarë jetoj unë, se të jetosh për të vdekur edhe thjesht për të bërë para është një qëllim shumë i bosh, shumë i kot, shumë i vogël edhe shumë i panevojshëm. Kështu që mendoj që unë apo edhe shumë njerëz të tjerë, ndoshta edhe ju doni të jepni një kuptim jetës e cila thjesht fillon, ka një pikë dhe mbaron. Dhe për mua, kjo kontributi që unë jap në një shoqëri është kuptimi që unë jap jetës time, qenies time dhe ekzistencës time. Kostumi që i vesh ti gjithë femrave, që nuk do t'i ndjesh më inferiore se sa burrat. Ky lloj kostumi që ti do t'i veshësh. Kjo është e vendjera jote, apo jo? Po. Kjo vendjera. Pra do t'i veshësh këto kostum për ta ndjerë veten barabartë. Po, dhe ke sakrifikuar kaq shumë nga vetja jote, kupton? Për t'i dhënë opinionit publik këtë shembull që duhet ndryshoni sepse nuk janë gjërat kështu, kupton? E vërtet. Dhe me thonë drejtën, unë të admiroj për këtë që ke bërë, por jom kurioz syçi mas 35 vjeçve, sa mesazh jep Shqipënisë, se si ka shku ka ardhë. Jo më se ka shku, s'ka ardhë. Po ti me të njëjtat britma, me të njëjtat gërthitje, me të njëjtat probleme gjendre, me një njëti simpatik, karizmatik, të gjitha i ke. Ti the jo, syçi ka qenë kontrabedal. Po kontrabedal je prap, njësoj. Ti nuk je kontrabedal? Njësoj jam. Njësoj. Kjo nuk ka kontrabedal? Njësoj. Unë ndjem shumë mirë që jam kontrabedal, se unë nuk jam atë që thot Nietzsche turmat. Turmat janë grupimet më të rrezikshme. Por kjo ka marrë përsipër, kjo vajzë po bën një revolucion. Dhe me thonë, një revolucion po bën në Shqipëri. Tash i tira ka ardhur mas 35 vjetëve nga Amerika. Ora kush është
synimi, revolucioni që ti do të bësh, se na çmene. Revolucion, kjo fjallë revolucion një herë. Revolucion të mendimi, më valla. Revolucion të e vërteta, më valla. Ora kush është kauza jote se më çmenem lujtë menç. Nuk është vetëm dashnia ndaj meje. Është dashnia ndaj Shqipërisë dhe të gjitha, kupton? Po ndaj Shqipërisë, ajo që është kauzë është kjo pra që të themi të vërtetën. Po. Dhe të mundohemi. Po si thotë e vërteta pa i thonë puna marr. Këta këty në si thotë kujt puna marr. Këtu janë bërë gjithë njerëzit. Ore këtu janë bërë gjithë njerëzit të pasur, aty në që si janë thonë puna marr. Dhe kush i është thonë puna marr, nuk ka lekë ka harka si ke. Ç'a thot Nietzsche për këtë, që ta kuptoj. Nietzsche ç'a thotë për këtë. Hyne si Gentili. Ore Nietzsche ç'a thotë. Po jo. Të kushtu foli Zarathustra, thuaj ç'a thot Nietzsche. Që ju qëndroni me kokën lartë, sepse jeni poshtë. Dhe ju më akuzoni dhe më tallni mua që jam me kokë poshtë, por unë e kam kokën poshtë se ju jeni poshtë. Po sa ja thash, po sa ja thash, në lartë poshtë, po sa ja thash, po se kapi, nuk ma kapi, nuk i ra gredi, sa ja thash. Ha, ma ke... Po sa ta thash, nga lartë poshtë, të nga poshtë. Unë kur ta nisa të thash... Ta shi të sy që je me kokën poshtë, që ta kuptoj, se kuptoj unë. Si ke kokën ti, o sysh? Kokën i gjotë. Po, se ti unë kokën të shumë vetëm lartë. Ti i merë frymën gjithë, dhe veç muske që më bërë. Ja. Kupton? Ha. Tash ti, unë atë ki nisa me të thonë, unë nuk kam problem me njerëzit që pasurohen. Po njerëzit që pasurimin e përdorin, si që është përdorë Shqipëni, për shkatërruar shumë, dhe ti vetë e këndëri këtë problem, sa nga këto njerëz pasur kanë një prodhim shqiptar, sa unë jam kënaq, unë jam kënaq. Por duhet me fillu me u tallë, mos i merr seriozisht, duhet me u tallë. Tashi ne u kënaqëm 2 orë duke bë bisedë tu pika i godvet. Tashi na e bë bisedë tragjike. A mund mëse sa po ishim duke qesh. Po merrni më duke qesh. Po merrni më duke qesh. Ti mund të qesh. Unë jam kënaq për ata njerëz punës që kanë bë këto agriturizme, gjonat bukura të bërë shkrime, ku ka si shqiptarët. Për i qefi që kanë bërë gjonat bukura. Është gja ku ka si shqiptarët. Për ato grabitqarët ku ka si Shqipëria. Edhe si shqiptarët. Shqiptarët do ta kishin bërë Shqipërinë, po se dole do të kush po e bë. Për ato grabitqarët, edhe jena. Na ka fal Zoti atë shkurtër që thotë ky tash që do na çojë te veni ky, do na kthej Kafkën nga 600 vjet na dol, do na boj këne, do na çoj. Nga Europa. Do na shojë në Oksident. Na ka huz Zoti atë. Mbas vitit 2030, mbas vitit 2030. Shqiptarët i ketë shkum sot në Europë. Nuk kemi mbyllur asnjë kapitull. Nuk kemi mbyllur asnjë kapitull. Nuk kemi mbyllur asnjë kapitull. Kemi hapur të gjithë, nuk kemi mbyllur asnjë kapitull. Ti e ftuar që vazhdoni. Mbas vitit 2030. Ti arsye pse ne jemi këtu. Fole për edukimin judo-kristian. Judeo-kristian. Po. Ndërkohë, në media, në publik, në rrjetet sociale, në bashkëbisedimet tona, je një femër aq e guximshme, sa guximit e pruar të etiketon si perverse. A është Jacqueline perverse? Jo. Në asnjë nga veprimet e tua, në asnjë nga mendimet e tua? A ke guxim të thush kush është më i bukur nga ne dy? Prap do të përgjigje. Ilirin e ken katat. Po më çmeni kë thotë jo më i ri se ty jo më kështu. Kush të duket më i ri Zhak e ka që guxim na thuj. Bledi. Faleminderit. Unë jam më i lodh, ë? Unë jam më zhele, si thot Josefina. Zhele. Si është molla. Ai kom zemrën te është. I ka zhele. A ndjen që perverse në mendime, në ligjërime, kush është perverse? Në provokime. Unë jam dashuruar nga largëre. Po unë fillova me ty kush i duket më i bukur me përfunoj bisedën atje ku duhet. Jo, nuk jam perverse. Për ta joshur. Asgjë nuk është perverse, o Bled, është perverse ai personi që të dëgjon, i cili deklaratën që ti thua ose mendimin që ti thua e percepton dhe e përkthen në gjuhën që ai vetë kupton. Mendimin e tij. Mos fol, je madh. Nuk janë perverse gjërat. Janë mënyra se si njerëzit i perceptojnë gjërat që janë perverse. Gjithë dynjoja më thot mu qa shef të Shyqi, unë i them të Shyqi shoh dashnin teme. Pra kjo je e modhe Zhak, je e modhe Zhak jam dakord me ty. Kjo përgjigje nuk është perverse si përgjigje. Më shash, çfarë do të them? Do të thënë rregullat e perversitetit. Marti mos bëhet xheloze moza. Ti e përshnes mozën atje në Amerikë për këtë punë. Çfarë është perverse?
Dhe në botën sot moderne, çfarë trajtojmë ne si perverse? Norma tona shoqërore. Dhe ajo çfarë është për të perverse? Partia, ti tash si shturma, ajo çfarë është për një shoqëri. Të lutem, më lër të mbaroj. Të lutem, më lër të mbaroj. Ka qytetëruar, të lutem, më lër të mbaroj. Kush e ka vendosur çfarë është perverse? Dhe çfarë është perverse për mua? Sociale, fetare, çfarë është perverse për mua? Shiko, çfarë është perverse për mua nuk është perverse për ty. E zëm. Sot për një grua 50-40 vjeçare, një puthje me 42 grave mund të jetë një puthje perverse. Për mua nuk është një puthje perverse. Është dashuri, janë dy njerëz që shfaqin dashuri me njëri tjetrin. Perversiteti ka momente që është shumë i bukur. Ai ke pa ata burrat që shkojnë te Rogleri që depilohen për shembull. Edhe rregullojnë. Më shohin mua gjithë lesh për shembull, edhe më thon Luc, ti je pervers. I them po jam. Kështu më pëlqen. Me tuta, ata me shami. Ata me shami shkojnë depilohen tek Rogleri. Bëjmë dhe edhe ne që i hapëm shoqatën, e di Zhaki, kemi hapur shoqatën që na quhen perversa. Shoqata Hajdarëve. Shoqatën e Hajdarë është mbi emër Tiranës. Po, e di. Dhe ne duke qenë shumë lidhur me Tiranën, hapëm shoqatën e Hajdarëve. Nuk e shkuptua besoj. Kryetar Leka Bungu nuk e shkuptueshën si ka qoftë mirë me Zotin, tash i kemi zgjedhur çak. Do na bashkohet Zhak zgjedhje. Patjetër, me kënaqësi. Jo intelektual të Tiranës, ky lufton për sekretaren e parë, kemi Elvi Fundon, kemi Blendin, kemi gjithë gazetarë. Jo, unë jam për PR-in mendoj, unë mund të bëj PR-in. Kam bërë kërkesën. Kim duhet se do shkoj te Rogleri për depilim që të zgjedhën ne. Atë e ka thënë. Ka depiluar? Ja. Pa ja vata nga shtator. Ta ngacmoj. Po ky që merret me depilimet e tua. Për ta bëjmë Ky që merret me depilimet e Zhaku, mjedit. ta bëjmë pak sa aktuale. E ke vënë në Shqipëri që njerëzit i urrejnë të pasurit, por duan të bëhen të pasurit. I urrejnë të pasurit. Nuk mendoj që i urrejnë, mendoj që janë të frustruar, sepse ajo që promovohet vazhdimisht, sidomos në rrjetet sociale, në televizione, është jeta e luksit, ku njerëzit janë të qetë, pa probleme. Jeta e luksit, është ajo që promovohet dhe ajo është rrena më e modhe, ata kanë pasur. Ajo tregon, ajo është një model suksesi dhe ajo tregon që ti e fitove statusin dhe aty ja dole në jetë. Pra, mund të konsiderosh apo trajtohesh si individi suksesshëm. Dhe nëse modeli është vetëm ky dhe ka vetëm 2-3 modele në Shqipëri, një model për burrat dhe një model për gratë, patjetër që njerëzit që nuk e arrin dot atë model, do të kenë si ëndër të arrin atë model dhe do frustrohen se nuk e kanë atë model. Tani vim te jeta e vërtet. A është ky model i vërtet suksesi? Dhe a jetohet mirë vërtet? Vetëm për të ngacmuar. Patjetër, vetëm për të ngacmuar me bë bisedën, fal, mos na devijojt me bëj çik më konkrete. O, Zhak, tash se Tu më fol shpejt s'ka kohë. Jo, okay, ja, kemi kohë sa duhesh për ne. Ne bëjmë emisionin sa duhet, nuk i kemi fikse. Nuk po ham nga kohët televizive, ne po kënaqemi. Hajde gëzuar herë. Edhe syç më e mështruar, lutem. Se kështu siç e ke zë. Syç më e mështruar. Mirë ka. Se është Nailja dhe veni nuk e shajt dot. Nikja. Gëzuar motra ime. Tash të lutem shumë se fillon bisedën shumë bukur me shkollimin tatë me të gjithë. Po. Problemi jam shumë dakord te modeli që duan të shohin gjërat e kollajt, këta bosat e kupton, kishin qitë mua me i vën milioner, kishin vuj orë në dorë, gjithë jetën time s'komajt asgjë, pralla, kupton, ma kishin montuar fotografi. Inteligjent. Kishin montuar mua me këta oligarkë. Me deepfake kishin bërë. Problemi është këtu. Se ka dy lloj kënaqësish për mua. Po. Një kënaqësi është që të bësh lek, dhe kjo është një kategori njerëzish që në fillim duhet të depersonalizohesh, pastaj duhet të servilosesh, pastaj duhet të nështrohesh dhe shkon shumë shpejt te lekët. Ka dhe një natyrë tjetër që shkon te lekët nëpërmjet kënaqësisë që t'jep puna. Po të japi shembull, unë iki për ditën fjerë, tek punë. Ri 6 orë deri në 8 orë në kantier, edhe 2 orë rruga, 10 orë. Sillem në mjesën për fabrika dhe ndarkë rikthehem edhe herë, kontrolloj gjithë prodhimin. Pra jam punë 5-6 orë. Do thosh pse shko Luc për ditën fjerë. E para du ta marroj se po më shkon në shtrenjtë dhe du të kap sezonin, e dyta se du të marr kënaqësinë e çdo tullë që vjet. Du të shoh çdo detaj, du të korrigjoj çdo detaj. Du të jem pjesëtar për çdo zgjidhje që mund këtë qenë pak zgjidhje gabim.
e kupton gjatë projektit. Dhe këto dy modele, problemi është si përthith turma. Përthith këtë modelin e kollajt, njerëzit që si ka thonë kush puna marrë që rinë komente, dhe përthithin këtë modelin tjetër, që ky modeli i ri gjithë ditën tek puna, e ri gjithë ditën tek e vërteta që nxjerr puna. Tashti, këta njerëz që keni ju këtë kohë dhe jeni gazetar, duhet të merreni, kam përshtypjen me modelin, ashtu si që i thash u Bledit, ma thith më Zhaku, që është modeli më i mirë i independencës të femrës shqiptare, që lufton për të vërtetën. Parimisht e shumë në rregull, por problemi që ndron te komunikimi dhe te mënyra se si arrin ky modeli te shoqëria. Se jo gjithmonë ky modeli si unë apo si ti arrin në shoqëri në mënyrën e njëjtë. Si ne mundohemi patjetër. Sepse propaganda bëhet për klikime. Bravo. Ky është kurizore të një kombi. Edhe para klikimeve, kështu ka qenë Luce, po unë paragjykimi, ignoranca, propaganda dhe një lloj xhelozie. Propaganda ka qenë gjithkohës, edhe do të jetë. Problemi është raporti njeriut, vetëm 20 sekonda, me vetveten. Domethënë, ti the gjë shumë bukur. Ti ke si qëllim punën edhe pasurohesh nëpërmjet punës, ti e kënaqësi punën. Pra, njeriu do ta ketë raportin me veten. Unë nuk e bëj dot atë punë, që dhe këtë nuk e kuptojnë të shqiptarët atë punë që bëti. Me ma fal ke punë e këtë biznes, unë nuk di çfarë bëj. Për 3 muaj deri hava. Pra, unë duhet të kënaqem me atë që ditë bëj unë. Dhe siç thot Einsteini, njeriu nuk lodhet kur po të bëj punën që do. Kënaqësi. Po të bësh punën që do. Është adrenalinë. Apo jo vetëm para. Lodhet blendi të dhon dorës. Jo. Tu shajt tha. Pse një ministër e ka talent, pasion. Edhe unë. Mendoj që njeriu nuk është vetëm puna që bën. Unë derisa kam qenë 30 vjeç, besoja te ideja kapitaliste. Jo, guys, kjo ideja që njeriu është puna që bën edhe që njeriu merr kënaqësi vetëm nga puna që bën është një ide totalisht kapitaliste që ka të bëjë vetëm me prodhimin. Që ti merr kënaqësi nga e prodhuara jote. Po jo s'po ta deformoj. Njeriu nuk është vetëm profesioni. Nuk është vetëm puna që bën. Ti vetëm puna që bën. Nuk mund të reduktohesh vetëm te puna që bën. Sa njerëz që rrinë për metron gjithë botën, që janë element artistash, e kanë kënaqësinë se i bina saj trompës, pikturën, çeta tash kënaqësinë. Dhe një punë që ke kënaqësi, ke rezultat. Pra, ne jemi popull që ose kuptoj një xhelozi të kotë. Sa nuk mendoj që njeriu është vetëm puna që bën. Ka bëhet punë, mund të jenë tafër një tjetër, po janë tafër. Jo të me kuptu që këtë tjetëri ka lek. Dhe mënyra se si e përdoren lekun, mas në këto që kanë lek, aty kemi bëjt. Qa shkolla shkën bo, qa të mire shkën bo, qa a them një gjë, është një libër i Virginia Woolf dhe Tri monedha. Dhe libri flet se si gjatë luftës para se të nisej lufta e dytë botërore, të gjithë intelektualët mendonin dhe i shkruanin letra njëri tjetrit se si ne duhet të edukojmë shoqërinë që të parandaloj luftën. Dhe Virginia bën një analizë shumë të mirë, duke parë se cilin ishin oligarkët e kohës, se në cilat shkolla apo universitete investonin ata dhe çfarë kurrikulash kishin ata për të formuar individin dhe për të formuar individin në mënyrë të tillë që individi të mos rrente mbas paras, mos të rrente mbas suksesit, po të rrente mbas të mirës së përbashkët dhe mbas zhvillimit të civilizimit dhe të njerëzimit, po jo të mosdoshmërisht duke ngritur lufta, duke vjedhur të tjerët, duke manipuluar të tjerët, duke pushtuar vende të tjera, duke sprovuar njerëzit e tjerë. Sot jeton pikërisht këto. Bota sot jeton pikërisht këto. Do pasurim shpejt, pa punë, me lutra, me pistiqe. Pra, dhe në vitet 1800, 1900, atëherë kur kemi edhe sot është e njëjta panoramë. Jo, kur kemi forcimin e shtetit
si që njojmë ne sot shtetin dhe kemi fillimin e investimit në universitete dhe në shkollim dhe në struktura edukuese si që kemi ne sot, të gjitha ta oligarkët që kanë investuar në universitete, kanë investuar në një mënyrë të caktuar, duke dashur dhe duke parashikuar që ta çojnë shoqërinë në një drejtim të caktuar. Dhe drejtimi që ka marrë shoqëria është i prodhimit, i komodofikimit dhe i kapitalit. Kam një pyetje, Jo, pra nuk ka edukim, po të them që edhe në ato kohë kur është investuar për të pasur edukim, nuk ka pasur vërtet edukim, sa ata që kanë investuar ka qenë oligarkë dhe kanë investuar që të pasurohen. Skuadra jon ka. Unë kam një pyetje, më ka bërë një pyetje se devijoj biseda. O Zhak, pa zoti më thuj se ka merak. Se kur lexoj ato ngasmimet e tuja, unë jam i dashuruar. Pra shumë lot burash e të gjitha. Tash unë do të bëj pyetje. Kush është më e ndershme? Ma thuj. Një grup që shet trupin e vet në vitrinë, apo një grup që shet trupin e vet për të bërë karrierë të shefi? Asnjëra ose të dyja. Ajo teoria a justifikon qëllimin mjetin? Dëgjoj. Po pra. A justifikon qëllimin mjetin? Po. Dhe di se është përgjigja, a justifikon qëllimin mjetin apo jo? Po. Qëllimi e justifikon mjetin vetëm nëse rezultatet e gjithë ngjarjes janë pozitive. Po. Dhe nëse rezultatet e gjithë ngjarjes janë pozitive, atëherë po qëllimi e justifikon mjetin. Po, kush është më pozitive? Është më pozitive që të dalësh në mënyrë të ndershme të shesësh trupin tatë, se unë iki për shembull në Hollandë, apo të mbjetosh. Apo jo të mbjetosh. Apo të bësh një pushlik dhe ta falësh trupin tatë të një legend për tes për para. Ma jep këtë përgjigje, Zhak. Mos ma dyrë, Zhak, e du si pika lotit. A justifikon qëllimi mjetin dhe cili është qëllimi dhe cili është mjetin? Nuk du përgjigje për te, di përgjigje ta dhe sëqë. Unë du përgjigje nga kjo krijese mrekullueshme që ka zgjedhur të luftoj për shumë kauzat grus. Të lutem du përgjigje alla katunarshës, unë i kam katun. Nuk mund t'jetë përgjigje e thjesht për të pyetje që bën ti, sepse ma jepi përgjigje si e ndjen ti. Ma jepi përgjigje që bëj pak bisedë. Futemi çik te fushë. E di si është puna që ndron gjithmonë te pushteti. Puna që ndron gjithmonë. Pastaj ta japun përgjigje. Ja pra, puna që ndron gjithmonë te pushteti dhe te liria e të vendosurit. Dhe te vetëdijsimi dhe te kushtet dhe te konteksti në të cilin unë vendos dhe marr vendimet e mia. Dhe nëse konteksti më lejon mua që unë ta kem vendimin e lirë, atëherë është okay. Pra, çfarë dua të them unë me këtë? Dua të them që nëse unë jam një vajzë që dua të punoj si punonjëse seksi. Jo, sepse përgjigja nuk është e thjeshtë, është e komplikuar. Jo, nuk ka përgjigje të komplikuar, përgjigja është një. Atëherë po ta avancoj pyetjen. Okej, avancoj. Po ta avancoj. Kur kam ikë në Greqi, në vitet 2005-2006, kur u përzuna i pa dëshiruar në Shqipërinë time, shkova për të hap biznese. Hapa biznesin, por nuk e la Shqipërinë as i ditë. Hapa u bëna shumë i suksesshëm dhe thyva gjithë Selanikun dhe gjithë Kavallën me peshk dhe për 11 vjet ata, kisha fillu pak më herët, i kam detyruar me fol shqip. Dilja në Kalamaria, një qyteti me një energji shumë pozitive, Selaniku. Një qytet që ka qenë një përzierje midis shqiptarëve, ebrejve dhe turishve. Ka pas shumë pak grek. Vigjata që vllajpo. Makbulja, gjyshja ime ka pas vilën aty, 3 kaçe. Kuptomi mi ka belereshe madhe. Dhe shikoja në Kalamaria. Edhe në Janin keni ju. Edhe Janin gjysmë Janinës. Dhe shikoja në Kalamaria në për këto klubet buzdetit, në darket, yje që vinin dhe më shërbenin, ishte kohë atëre që jaftë që muiski, sy që ishim të dëshirum, vinin dhe na shërbenin njona me burse tjetër. Në fillim i shifsha me lakmi që t'i fuqa në i fjallit. Ato bisedonin, flisnin, qeshnin, me atë 3 fjallët mija të greqisht, ku ta di unë, u knaqë, i bëshin zmer bakshishit. Dhe pësjonin, ore qa janë të lule që ndryshojnë për ditë? Më thotë mu lutë, thotë, jam të gjitha studente. Ma jem që si lapsën së puna Dhe këto studentet, ja po t'jap lapsë, dhe këto studentet, dilnin, së dhe shkruaj përgjigje, këto studentet, shkruaj përgjigje, këto studentet, që të t'ngarkoj që i kesh kohë të gjatë, dilnin dhe punonin
punonin 6 orë masdite deri në orën 12 që të fitonin independencën e vet. Asnjëra. Ta marrojmë. Ta marroj. Unë se kam marru pyetja. Po pra. Këto dilnin punonin për independencën e vet kamarierë. Me një dignitet dhe me një personalitet jashtëzakonshëm. Po. Kërkoj kamarierë në Shqipëri unë. Nuk më vjen asnjë. Po në ato vite kishte stigmatizuese të punoje kamarierë. Shkot kërko tashti se do gjesh tashti. Kam kërku dhe tashti. Jo, tani nuk ka. Gjej të linja Dubajt yje goca shqiptare që nisë ligin për Dubaj me ne 3 ditë. Që janë kamarierë? Po, më shumë se sa vajza. Po, shumë më tepër. Po. Tashti, unë jam të thonë ty. Ato kanë zgjedh formën, edhe janë dhe sot e kësaj dite studentët që punojnë shumë atje, për me punu kamarierë. Tash i këtu e shoh avionet Dubai plot. Asnjëra. Si asnjëra? Si asnjëra, më unë po të pyes. Asnjëra pra, asnjëra. Por janë të dy palët të ndershme. Jo, e ka zgjidh punën. Asnjëra nuk është e keqe. Asnjëra nuk është e keqe. Asnjëra nuk është e keqe. Patjetër, ne do marrim gjithmonë parasysh. Shumë oportunistë. Vajzë, do marrim gjithmonë parasysh kushtet të cilat merren këto vendime dhe vetëdijsinë në të cilat merren këto vendime. Nuk mund të gjykojmë njerëzit pa marrë parasysh kontekstin. Atëre më përgjigje mu. Asnjëra për mua. Cila është më e ndershme? Ajo që fiton bukë të gojës me ndershmëri në mënyrë të ndershme dhe del atje tek xhamat dhe thot unë jam këtu dhe kam zgjedh këtë punë për të jetuar. Apo ajo që shkon dhe ja shlen dorë shefit vet. Të dyja janë të ndershme. Jo, kjo që ja lën dorë shefit vet për karrierë është vlerë. Panet të përgjë shoqnia jonë. Panet të femna tona janë gjithë. Ke silikon të zaku? Ke silikon? Po këto me bëllë të bo me sa hyrë politik e me buz e me sy. Nuk është problemi atë silikoni. Si quen to? Nuk është problemi të silikoni. Si quen to? Nuk është problemi të silikoni. No, jo, sa investitore. To janë investitore strategjike. Problemi nuk është të silikoni. Si kolekte mi që shkojnë në gradisin tonë atjerve mbredet. Edhe mu përmeni për emër se thërë për të etër. Kështu janë to. Oke, mbaroj, dhe të ta vazhdoj unë, se unë nuk të vesh silikon të bythët, dhe kur të vesh silikon të buzët, ik Dubai në nxirën e ku në mënyrë të ndershme dhe ik kafazën nxirën e ku në mënyrë të ndershme. Mos më shqit me të më merresh me karrierë politike për më të tregu mu se sa e fortë është femna. Një sekundë. Lene të qishtë asë sekonda, asë 5 sekonda. Zhak, thujtë vërtetën Zhak se kam respekt. Po më lirë pra ta Zhak, mos më bojnë. E vërteta ime, s'është e vërteta jote dhe unë nuk intimidohem. Nuk jam një grua që intimidohem. Shiko. Nuk ti intimidova. Shikoj, unë po të respektoj, unë po të kërkoj të vërtetën ta thush publikisht. Lërë pra ta flas. Nuk po të intimidoj. Ku është intimidimi këtu? Kur njeriu fal. Nuk intimidohem nga ju. Nuk intimidohem nga ju. Baroje, dhe më lërë të flas. Jo, të le të flas. Zhak. Kur të barosh, unë të flas. Të kërkosh përgjigje për të vërtetën nuk është intimidim. Unë kam durim. Më fal, është intimidim kur kërkon një përgjigje për të vërtetën? Po, nëse u luret dhe ke një gjuhë jo verbale, jo korrekte, është intimidim. Unë nuk intimidohem. E shef që më ke bërë më sy. Dhe ajo që duhet të them. Unë e flas urgjë. Dhe ajo që duhet ju them është që në një botë kaq patriarkale, ku burrat janë kaq të privilegjuar, ajo që mua më neverin, jashtëzakonisht shumë, është fakti që sa herë që ne flasim për prostitucionin ose për punën e seksit, nuk mendojmë asnjëherë për ato që japin lekët, po mendoj gjithmonë për ata që marrin lekët. Kështu që nëse ju doni të luftoni prostitucionin, punën e seksit, je për mua në shkollë të fortë katolika hebreike, shkëmbimin e parave, ju duhet të shkoni tek ata që japin para, ju tek ata që marrin para. Dhe për mendimin tim, ai që ka më shumë probleme me moralin edhe me etikën, është ai që e jep paran. Dhe nëse flasim OnlyFans, sa fotografitë e Marksit. Dhe sa burra OnlyFans që paguajnë për të parë gratë në mënyra nga më të ndryshme. Kështu që nëse ju burra doni të luftoni prostitucionin, doni të luftoni burra, nisani nga shokët tuaj, nga miqtë tuaj, të cilët për të pasur një staf
Që të vjen, duhet si konstitucion unë të kapet. O, Zhak, një minut. A do ti emancipimin e femrës? Nuk mendoj që prostitucioni është me emancipim. Prostitucioni? Jo, nuk është në gjithë botën. Nuk është në gjithë botën i lidhshëm. Do të i lidhshëm se i palishëm. Nuk është në gjithë botën. Fillohet si fillim nga dekriminalizimi dhe pastaj nga legalizimi. Ne nuk kemi fare. Ardhur koha të hapet Shqipëria. Sepse në momentin në të cilën është Shqipëria, legalizimi i shtëpive publike. Jo legalizimi, dekriminalizimi. Për dekriminalizimin jam dakord. Legalizimi është diçka tjetër. Dekriminalizimi për legalizimin jo. Sepse do shtosh edhe më shumë trafikimi i qenieve njerëzore në situatën në të cilën ndodhet Shqipëria. Ky trafikim në në një parajsë seksuale, në një ishull seksual, në turizëm seksual, siç është ndruar. Sepse gratë janë ato që vuajnë më shumë, gratë janë ato që përdoren, gratë janë ato që vriten, gratë janë ato që përdhunohen. Modelin e thon statistikat, e thon të dhënat, e thon gratë, e thon të OSHE-ja, e thon ONU, e thon gjitha institucionet serioze dhe botërore. Po ashtu. 1 në 3 gratë dhunohen. 1 në 3 gratë dhunohen në të gjithë botën. 1 në 3 gratë. Të lutem fal. Kështu që jo. Tashi Zhak, ata marrin bisedë qetë. Ta marrim qetë. Tashi Zhak. Ta marrim bisedë qetë, lutem mos fol. E pesi reaguan burrat kur folën për prostitucionin. O Zhak, ne flasim. Nuk më intimidojnë. Të lutem. Nuk më intimidoni, fare. A mund të më lejosh të bëj bisedë qetë? Patjetër. Mos më bëj bëj pyetje. Po flasim pra, është bisedë apo është monolog? Jo, nuk është monolog, ti më thuaj. Po mirë, ma po u pranoj çoj zor. Vetëm një fjalë dhe mbarosh monologun. Ti po filloj monologun unë. Skuadra jonë ka të drejtën e replikës. Njërë ti njërë unë, njërë ti njërë unë. Patjetër. Faleminderit shumë. Vazhdo. Tashi, ne Shqipërinë si zhvillim ku e shohim? E shohim te turizmi? Jo vetëm te turizmi. Pse vetëm te turizmi? Se s'ka Shqipëri e gjëra tjera për të ofruar. Edhe industri. Turizëm, Se kulturë, a mund ta marrë Se sitet e UNESCO-s nuk janë kulturë? Pse e kaluar në Shqipëri nuk është kulturë? Pse populli më i vjetër në Evropë nuk është kulturë? Kështu është kur shkatërron çdo gjë që është e vjetër. Se ka menu kur gjen po. Pse ikin amerikanët në Itali dhe pse vinë në Evropë? Të shohin rraqet e vjetra që ka Evropa. Mund të bëj pyetje. Mund ta bëj pyetje. Skuadra jonë ka pyetja. Jo, s'jemi kërthiza botës, po jemi një zonës e vjetër. Skuadra jonë me ne. Ka pyetje. Me ne, qetësor Zhak. Ne jemi një skuadër. Syç kemi vu me ne një skuadër me te, lutem. Do të shkruaj Mozës. Të lutem, shkruaj Mozës drejt. Zhaku, të lutem, kam një. A mund ma lesh mu prioritetin e Shqipërisë tonë nga që jam oligark? Patjetër. Tashi, unë mendoj që nga që jam oligark. Unë mendoj që ne kemi drejtimin të turizmi dhe për prodhim duhet kemi një prodhim bio që ti përgjigjemi turizmit. Ky është gjykimi. Duhet këtë agrikulturë. Po më minut dakord. Vjen keq. Agrikultura nuk ka qenë kaq sa është tani edhe në vitet më të duhet këtë. Bujqësia është shumë e rëndësishme dhe në botën në të cilën jetojmë. Po më prishin shumë se duhet gazet me ty. Që kemi kaq shumë gaz, duhet patjetër të kemi prodhime të green. O Zhak, do flasim për këto gjëra me ty, o Zojush. Tashi unë jam duke thonë, ne dum turizmin. Tashi ti edhe s'do me më qitë nga vetja edhe më tërpret. Ne dum turizmin. O ti zonjë, o Zojush, kur ikën në Hollandë, si ke vetëm për ato të lloj turë. Kur ikin në Hollandë, ikin vetëm për ato pjeshkat e dritaret, ikin për ato tabakinot e ashashit, që apusit ashash, ikin për ato diskotekat e hapme, po qa afron Hollanda këne. Qa turizmi do ti do më na bo turizm ne për kulturën, vinë pleqët e dynjos, të shofin Apollonin, shofin djetër. Po ku ka po spefer na lullet bukra. Po si s'ka po spade që nga shash rrugë. Po si shkrektu do bësh turizm ti, po spade që muzik.
Po s'pate në momentin që ti po s'pate grua, prodhim bio, në momentin që ti grua e përdor si objekt, unë nuk jam dakord. Nuk ka orlik. Në momentin që ti grua e përdor si objekt, unë nuk jam dakord. Nuk më intereson mua. Ishin të renditur të depilumët, të rogni të depilumët. Shumë mirë. Apo në morën të qafërë. Ore në ikën femra të mbajnë e me të ketë depilumët. Ore po s'ka femra, po nuk ka femra Shqipëria. Shumë mirë. Ore po shumë Doshta nga që s'ka burra. Doshta duhet të burra. Ore po s'ka burra. në qafë, o Zhak. Jo, më jo. O Zhak, Ju në jeni për shpia publike qunave. Ne jeni për se ka në Jo, shpia publike jo, nëse nxisin trafikimin e qunieve njerëzore dhe përdhunimin e grave. Jo, për kundrazi, do vinë kontrollume, do vinë me injekcione, do t'i ketë policia, do t'i ketë gjitha. Policia? Pse jo? Ne kemi kryetar bashki e Glet Llate. Një policia nuk parandalon vdekjen e 2 fëmijëve në një lagje në Durrës, do parandaloj trafikimin e qenieve njerëzore. Policia jon, bashkia në Tiranë që nuk do pafron dot Tiranën, do parandaloj trafikimin e qenieve njerëzore. Ajo shumë e rëndë. Fare se mësoj. Ka aksidentin Italia. Ka vrasin Italia. Italia ka 60 milion banor. 60 milion banor. Sa banori ke ty? 2 milion banor. Ti ke disa vdekje ke pasur në vitin 2026, aksidenti ke çdo ditë. Po ku krahasohesh ti me Luksemburgun edhe me Maltën? Malta pastaj është histori tjetër, mos e përmend Maltën njësoj si Shqipërinë. O Zhak, mas emisionit, o Zhak, të mori qik vena ty të keqe se të marru, tash i mas emisionit ne marru me emisionin. Ku do shkoj? Ku do shkoj? Do ikim do hanë. Do ikim me nejnajt, Tirat e tuto. Atje do ikim me nejnajt. Do vetëm me pyetje. Po çao Mërsina. Jemi një skuadër. Një pyetje. Çfarë thot Qore? Çfarë thot Qore? Modelin e femnës shqiptare sot në politikë, si sillet femnës shqiptare sot në politikë, ti e pranon? Po ku ka gruaja shqiptare sot në politikë nuk flet asnjëherë për gruan shqiptare. Lene gotën atje, lene gotën kushtin. Si mund të pranojë? Lene Si mund të pranojë një politikane shqiptare e cila nuk flet për çështjen e gruas në Shqipëri, nuk e pranoj dot. O Zhak, ta mushi çik gotën. Faleminderit. O Zhak. Ja pra ky është turizmi shqiptar, shive çfarë. Imagjino të afrohet i kukull si puna ime. Të afrohet i kukull si puna ime. Bëjmë dy kukull. Një oligark që shërben vera. Çfarë di spimo? Po unë e meritoj, merci. Ti e meriton se ti je e mrekullueshme, vetëm ka një problem. Të lutem na lini jetën e notës. O Bledmania. Ne jetën e natës. Ne do bëjmë turizëm, ne duam jetë notë. Nuk jam kundra jetës së natës. Po jeta e natës nuk mund të menaxhohet nga bashkia. Më vjen keq guys. Jeta e natës duhet të jetë e lirë dhe e pavarur. A ka ardhur momenti që të mos e shajmë Shqipërinë si mendon? Nuk po përzjeme politikën, nuk po përmend fare. Shiko, po ka ardhur momenti që mos e shajmë Shqipërinë. Por, mendoj që duhet të vazhdojmë ta kritikojmë Shqipërinë, sepse unë kritikon nuk e shoh si një emocion apo ndjesi negative. Kur unë kritikoj një ngjarje, një individ, një shtet, unë kam harxuar kohë dhe kam investuar kohë për ta analizuar, për ta kuptuar dhe në fund fare për ta kritikuar dhe për të dhënë një zgjidhje, se kritika pa një zgjidhje është një sharje në fund të ditës. Kështu që po, ne duhet të ndalemi së shari Shqipërinë, duhet të fillojmë ta duajmë Shqipërinë, po duhet të vazhdojmë ta kritikojmë Shqipërinë edhe të bëjmë një lloj opozite. Do jemi racional në kritikë. Mendoj që po. Jo me fanatizëm. Jo ajo kritika me fanatizëm dhe polarizuese që ne bëjmë për çdo ngjarje në Shqipëri edhe për politikën. Pra, ka ardhur koha që mos e shajmë në Shqipërinë, po të jemi kritik. Nuk ka turp më të moll për ata që shajnë Shqipërinë. Domethënë, unë faleminderit madhit Zot që gojën time të rëndë, Zhak besoj se e ndjek që unë çdo gjë kritikoj dhe me thonë të drejtën nuk kam asnjë lloj censure që gërthas dhe shaj gjithë. Vetëm se unë ty si një personalitet dhe si një luftëtare e zjarrt e dinjitetit gruas, unë mendoj, kur liria është e madhe, dinjiteti është dhe më i madhe. Kur liria është e cinguar, dinjiteti është i poshtruar. Dakor, jam me ty. Kështu që unë mendoj që ka ardhur koha Shqipëri, që Shqipëria të shikohet në tjetër mënyrë
si komshit tonë. Ka thënë Berlinguer këtë që thua ti. Me gjëna, unë e thash nga mendja ime, ka thënë Berlinguer, që është politikal italian. Kështu ka thënë, që njeriu që nuk ka dinjitet nuk mund të mendoj për liri. Kështu që nëse ne duam i bëjmë njerëzit të lirë, duhet i japim dinjitet. Eksakt, kështu që unë kam përballë një njeri që unë admiroj për dinjitetin e saj. Dhe po çuditëm shumë që ne të dy nuk bim dakord. Po ka një lloj bukurie edhe te kjo gjëja. Të mostroni dakord. Atë bezdisi njerëzit me pyetjen klasike, kur do martohesh, moj vajzë? Krevepër kja. Ndoshta pyetja që më bezdis më shumë. Kush të pyet më tepër, femra apo meshkuj? E ka bërë një lloj llogarie? Mendoj se janë gratë, besoj. Janë gratë, mendoj edhe unë më shumë. Po pyetja që më bezdis më shumë është që a do bësh fëmijë? Pse s'do të bësh fëmijë? Po kalon mosha, ti do ishe një nënë shumë e mirë. Kjo është një pyetje shumë personale që më bezdis shumë, që ka të bëjë plotësisht me një zgjedhje personale të çfarë do bëj unë me organet e mia dhe me trupin tim. Nuk duket provinciale shumë as pyetësh tjetër kur do martohesh. Po. Atë po thotë që nuk më është një pyetje që më bezdis shumë. Dhe në podcastet të ndryshme në të cilat ftohen, më vjen shumë keq që edhe ato që janë gra më reduktohen duke më bërë të pyetje sepse din që do krijojnë rage-beta dhe do krijojnë klikime. Mund të pyesësh mua, ma bëni edhe mua pyetje kur do martohesh, kur do martohesh. Po ti martuar je. Jo, unë bashkëtoj me një njeri që ma kam ndru jetën që kam 3 kalamoj. Dhe me thonë të drejtën e kom da menin që në 50 vjetorin tim do ikit, do ftoj gjithë miqtë dhe të bëj martesë. Faleminderit. 50 vjetorit. 50 vjet. Kështu që unë do pres. Ne do ikim bashkë ti dhe Moza. Zak je ftuar. Faleminderit, unë do jem me Ilirin edhe me Mozën. Edhe e di si kom thonë kësaj kuktës time. Si ke thënë? Unë kur shkoj 50 vjet, gjithë mikneshat e mia do jem 50 vjeçë. Edhe do më lejosh që ti thres gjithë mikneshat e mia ndasën. E di çfarë më ka thonë? Me kënaqësinë më të madhe meri. Kjo liria, pra. Kështu që unë nuk priqa këto përgjigje për ty. Do pisha dhe në? Do pisha dhe në? Nuk ka gjë. Atë not? Do pi, do kërsej, do bëjnomi gjithë. Si e kom pije? Po jem Terezia, si e Terezia. O, Zhak, kam pas një ide, unë Zhak. Kam pas një ide, shqit një gjohës është e bukur. Këtu sipër tek do të tregoj çmendurin time, jo në kodër. Tash po bëj gjithë vogël Apolloni do ishte shofësh deri kur e vepër. E kisha da menin do bëja një amfiteatër të madh. Me 3 regionet e fesë, poshtë bibliotek. Njerëzit hynin dhe dilnin në këtë amfiteatër të madh, dhe amfiteatri do ishte diskoteka më e madhe e Ballkanit, po diskoteka do ishte nudo. Dhe të gjithë do ishin nudo në këtë diskotekë, brenda këtyne penalizon ligjin. O Zhak, tash i du të pyes. Nuk je i mendimin tim ti për plazhet nudo? Nuk je i mendimin tim për plazhet nudo? Ka plazhe nudo në Shqipëri, janë ca zona po nga Saranda, janë ca zona që janë të fshehura. Ke shkuar në fshehura lejohet? Kur kam qenë jo në Shqipëri, në Shqipëri. O Zhak, imagjino tash një plazh nudo, këta të fortit të televizionit, ose për këta vdesur, këta analistat dhe këta maroj këta, ti mersha të gjithë në plazh nudo herë gjithë, ti shifsha herë këto, se sa të fort jo, na kuptoni? Si e ndjerë ku ke shkuar në plazhet nudo? Unë nuk kam shkuar në plazhet nudo, unë kam qenë thjesht në plazhe ku mund të bësh topless, edhe gjithë njerëzit ishin okay. Fajtore? Jo, s'kam bjerë asgjë. Ka ardhur në tru mendimi që po mos kalon në një shqiptar, më shikon. Jo, në fakt unë, kur kam qenë në 20-tat e mia, në dërmi, kam qenë bëja topless, edhe e di që njerëzit... Mori gjob nga komuna? Jo. Se dërmiu ka qenë komuna? Jo, ka qenë vitit 2006, 2005, 2007, dilja topless nuk i kisha problem. Pastaj më vonë, mendoja që nuk i bënte mirë trupit tim që të dilja ashtu ball për diellin, edhe nuk e përballoja dot më fizikisht, se do u rrita. Kështu që reduktova ekspozimin tim në diell. Se gjithë syt që i kisha gjithë kafshatarë. Nuk e ekspozova, nuk e reduktova. Dole totalisht nudo për të bërë një kryeministër edhe ti, a kupton?
Po, nuk e pas të arsyeshme, ose ndoshta në ato kohë nuk e kisha guximin. Po tani për shembull kam një alergji nga dielli dhe pothuajse nuk dal fare në diell, dal vetëm në mëngjes edhe mbas dite. Po pse më noti se Rama u bë kryeminist, pse doli në ullë? Përmenda emra, më thash. Po kryeministri një ka dalë në ullë dhe bravo jo. Edhe ky është i gjatë vet. Ma tash kjo blet mane. Nuk e evitojnë dot politike. Meqense evite politika. Se ma kujtova atë moment. Se ma kujtova atë moment, në atë moment unë jam kënaq kuptoj. Sepse shifsha këta Partisë Socialiste. E priti. Jo, shifsha këta Partisë Socialiste. E pat kryetarit. U kënaq me këta meshkujt e Partisë Socialiste. Meshkujt, jo femrat. Zhaku, pse shajmë gjithmonë politikën, po votojmë të njëjtin model politike. Se jemi njëjti model si popull. S'kemi mendim kritik, mendoj, s'kemi guxim, popull apatik, blihemi, propaganda funksionon. Jo, propaganda funksionon. Kemi humbur shpresën që diçka do bëhet vërtet. Ja themi Lucës kur po vinim këtu Labinot pe një grup njerëzish të Partisë Socialiste që kishin dalë nga një mbledhje dhe thejt Gjergj tha diçka interesante, që shikoni këta patronazhistë socialistë që kanë estetik dhe të... Jo që në kanë. Unë e konstatova, jo nuk e konstatova në atë çast, po e thash si një bindje timen, pra që e kam konstatuar më parë. Unë mendoj që patronazhistët e Partisë Socialiste janë më të ngritur, më të kuruar edhe intelektualisht më të përgatitur se sa patronazhistët e Partisë Demokratike, të cilët janë më të egër, fizikisht dhe mendorisht, dhe në mënyrën se si ata shfaqen dhe se si ata veprojnë. A ka faj lideri i tyre i respektivit? I guess. Unë e prish bise. Jo, se ishte shumë interesante. Po, më e prish bise. O, Zhak. Kjo, tani unë e ftoj këtë bëj pyetje, të thonë qajnë të pyetje. Të marrojnë pyetje, vazhdoni pyetje ju. A janë mund në gjatë. Këtë drejt Lemane. Më pëlqeu, ta patronazhistët socialistë janë më estetik. Po jo, që do me tregu? O, motër, unë kom vu portretin tim në Maliq, kam vu foto time të modhe sa muri, me drita. Sa në Maliq? Patronazhisti, afër të restorantin. Mu të dera Partisë Socialiste, kom dalë me i kukullën time me verën, është i kukull që e kom pas dashnore në fëmini, të dashur në fëmini, është 72 vjeqë. Unë nga njoni kraj, jo nga krau tjetër, patronazhista. Edhe e kom për nderë dhe kam për knajsi si jo mas antar partije. Si Maria dhe Jezusi. Po si Maria dhe Jezusi, po mas falë ma. Po tja, je i lirë? Kupton, dhe ta shi, unë jam i lirë në gjithë mendimet e mija. Unë jam i lirë në gjithë mendimet e mija. Dhe edhe jam i pranushëm, dhe kjo e bukra që i mu më galmor... Se kjo të bënd të jesh i lirë, ama në mënyrën se si unë e perceptoj lirinë. O motër. Se ti prapë se prapë ke një lloj linje politike që duhet djekësh në bazë të atij njeriu që ti djekë dhe adhuron edhe... Linja ime shpirtnore, politike është... Po jo, se shpirtërorja dhe politika nuk qëndrojnë së bashku. Se? Se shpirtërorja nuk mund të jetë politike. Politika është materie, shpirtërorja jo. Kush ta thati? Kush e thotë praktika, e thotë jeta, e thotë përditshmëria. Si e ka për perversitetin. Politika është materie, është e prekshme. Shpirtërorja është e prekshme. Po patjetër, vendimet politike janë vendime që e prekin njeriu. Ndikojnë te njeriu. Shpirtërorja jo do të dëshmëri. Patjetër jo që janë interesante, prandaj më ftove se nuk i lë njerëz të flasin. Jo, po je duke fol vetëm ti, vetë pyet, vetë je përgjigje. Jo, pyetja po mi bën Bledi, unë po përgjigja. Tani mos të kalo limitet që i kemi vendosur marrëdhënies tonë. Më folëm për politikën dhe për shpirtërorën. Po, cilat nuk qëndrojnë në një plan. Politika është një përkthyese e shpirtit. Kur përkthem shpirtin mirë në ligje dhe në gjona... Nuk mund ta quaj këtë, më vjen shumë keq. Politika është një rem që organizon një sistem operativ që organizon njerëzit. Politika e mirë provon ato ligje që formon, provon dhe gacmon shpirtin. Politika është konkrete, prodhon ligje, prodhon një rend shoqëror, një rend politik. Janë dy gjëra që qëndrojnë në dy aksioma të ndryshme. Shpirtërorja nuk prodhon materien? Jo. Shpirtërorja.
Jo, është e terë, është e paprekshme. Dashuria lind në shpirt dhe materializohet në seks. Është e paprekshme. Jo. Utopizëm. Atëre po ju them unë një minutë. Atëre po ju them unë pse i kanë ikë njerëzit mrapa frymës Krishtit dhe frymës Muhamedit. Pse nga materja? Ata ka prodhu shpirti tyre. Atëre ti po thua që feja është materje. Shpirti tyre ka përkthy një materie që i quhet Bibël dhe Kur'an. Që feja është materje. A ka mundësi të lutem me Atëre ti po thua që feja është materje. Shpirti prodhon materje. Ti po thua që feja është materje. Po patjetër. Është prekshme. Okej, nëse feja është materje, unë mendoja që feja ishte shpirtërore. Ishte spirituale. Jo me mendore, ke gabim. E ke gabim. Krishti, që nga momenti që nuk vërtet dot, me ato që ne nuk prekim dot, me ato që ne nuk shohim dot me sy. Nëse feja që ka materje, atëre po. Të prodhon frikën. Atëre pastor Akili, dhimbja është materje. Vdekja është materje. Trashëgimi nga krijuesi është materje. Pastor Akili është i dekzim. Pastor Akili është i dekzimi i ashqitjes të krishterë. Atëre që ka materjes pastor Akili. Atëre feja katolike që ka materjes. Atëre feja muslimane që ka materjes. I shef të dyja. I shef të dyja ti? I shoh edhe budon aty mbrapa. Bukur, i shef të dyja i shef ti? Tashti, unë jam të thonë, këto të dyja janë materiale të prekshme. Dhe këto të dyja ka kaq shumë kapituj mrena të përkthym nëpërmjet shpirtit Krishtit dhe shpirtit Muhamedit, sa këto të dyja këtu janë drejtimi i gjithë botës pas budën atje. Për mua është drejtimi i botës këtu te shkolla që ke bërë ti. Kufta midis materjes dhe idesë. Jo. Pra, materia një sekondë, lutem. Ideja krijon materien, ose ideja krijon materien. Ideja krijon materien. Ideja krijon materien. Pse kush e krijon? Po mos jetë ideja, a del materia? Si? Po mos jetë ideja, del materia. Nuk del. Nuk del. Asgjë. Guri more. E para është ideja patjetër, shpirti. Ideja s'është ato që realizohet. Guri more. Guri. Ideja është ato që të realizohet. Toka nuk janë ide. Janë materje. Jo, janë materje. Materia po. Ata kanë ekzistuar pambarësisht idesë, dhe ideja i ka vënë punim që t'i kthejnë në punë. Nuk ekziston ideja. Ka prodhuar ideja. Bravo. Nuk e gjeti. Materia është konkrete, ka kriju natyra. Ideja është ajo që ka krijuar njeriu. Mos ta luni me këtë. Ora materializohen në fundit ditës more idenë. O syç, ti ke nëpërmjet idesë, njeriu krijon materjen. Po janë dy çështje të ndryshme, dy dimensione të ndryshme. Janë bashkë. A je besimtare apo je ateiste? Jo, nuk jam. E di pse nuk e pranoj më, sepse kur ti thua je ateist, do të thotë që unë nuk besoj në Zot. Por mosbesimi në Zot e bën automatikisht Zotin të ekzistojë. Kështu që unë nuk jam ateiste. Bravo, nuk jam ateiste, as nuk jam besimtare. A mund të më dëgjosh mu dy fjalë? Nuk ekziston një fjalë. Në shoqërinë e sotme për të thënë ato që unë jam. A mund të më dëgjosh mu dy fjalë se kemi një konflikt të madh ne midis të thënës dhe të bërës. Okej, po të dëgjoj. Tash i lutem, po mos ndërprit. Jo. Se syçi kombra. Ti më ndërpret mua, unë të kam dëgjuar mos ndërpret. Atëre, me zgjatur të nderuar miq. Me zgjatur të nderuar miq. Me Zhakun ne bëm një bisedë midis materjes dhe shpirtit. Pra materiales dhe shpirtërores. Mendimi im është që njerëzit, mendimi im, lutem, mendimi im përballë Zhakut është që shpirti krijon materje, anën materiale. Dhe ana materiale e njerëzimit për mua janë këto dy filozofit tu dhe mbi bazë e këtyre dy filozofive ka dalë gjithë filozofit njerëzore. Këto filozofit që i kanë dalë këtu janë konkrete dhe janë busulla që i kanë drejtuar gjithë njerëzimin. Tashti e deri unë bisedën dhe bëm prekshme për Shqipërinë tonë. Shqipëria jonë që nga 1912 deri më sot ka ndruar një 100 kryeministra. Problemi është që cili nga këta kryeministra e ka pas qëllimin e tij të qartë. Dhe unë i shkreti thash që
E drama për mu është një njeri që ka zbrit në mënyrë figurative nga qielli për ta drejtu këtë karrocën tonë në mënyrë figurative atje ku e ka venin Shqipëria jonë, ose atje ku e ka pas venin dhe ku devijoj për 500 vjetë, për 600 vjetë. Dhe kjo është në mënyrë figurative problemi e Europës. Problemi e Europës është më shumë se Europa e bashkuar. Është bashkim vlerash, është bashkim qytetlimesh. Është një vend që ne kemi luftu, i kemi dhonë mundësin për ta mbrojtë atë kristianizëm. Kush na devijoi 500-600 vjet lëçe? Kujt i takojnë pjesa më e madhe e bizneset në Shqipëri, burrave apo grave? Bizneset që ka Shqipëria. Puna që kur është themelu njerëzimi, po që kur është themelu njerëzimi, burrat i kanë dalë për sot punë. Jo. Po se kanë dalë. Rolet gjinore ka filluar të ndaren në momentin që ka ardhur agrikultura. Kur është ndarë tuka ime, kafsha ime, gruaja ime. No, drejtat e grave. Shumë drejtat e grave. Jo, nuk po shpërdorohen. Nuk po shpërdorohen. Për të qenë barabartë me drejtat. Ti po më jep të drejtat mua. Pra ti mendon që si burr ke të drejta dhe një copës nga të drejtat e tua po më jep mua. No. Mos më ke kuptove. Po zemën. Po zemën ty në politikë se je burr. Pse duhet të shti në politikë se je burr? Pse duhet të shti në politikë se je burr? Ty me vlera. Ty me gar, ty me vlera. Jo, unë jam kundra përqindjes gra. Edhe unë jam kundra përqindjes. Edhe unë jam kundra përqindjes. Por në vende maskiliste dhe në vende patriarkale ka vetëm burra. Një Margarit Theçer hynje vetme në një vend konservator. Unë nuk ishte artikull. Hynje vetme e çau parlamentit. E çau parlamentin me vlera, e çau parlamentin. Nuk mund të marrësh. Na kanë hyrë të mirë të ty. Me silikon, na kanë hyrë me silikon. Keni frikë grave. Më fal, sa është numri grave gjykatëse? Por më tepër që po bëni dhe grave politikane. Grave që kanë silikon. Grave që janë të zonja. Pra ju grave i gjykoni vetëm nëse kanë silikon dhe nëse janë të burra. Dhe i gjykoni sa të afta janë. Që që hajde flasim qik për burrat që vendosin flokët, për burrat që bëjnë buzën, për burrat që bëjnë lifting, edhe të shofim për burrat që bëjnë buzën, për flokët që bëjnë lifting, duke kupton ti konceptin e seksit dhe pushizimit në përmjet seksit. Politik me shumë dignitet. Ti luka, biznesmene me shumë dignitet. Po t'ja për emra. Jo burra në politik, shumë kurva, shumë legena dhe jo burra që janë në biznes, shumë kurva dhe shumë legena. Po t'ja për emra. Problemi ju. A do t'ja për emra. Jepi me emra. T'ja për emra. Jepi. Ti numëroj. Jepi, numëroj. Numëroj. Farë do t'ja më shumë? Numëroj. Burra kurva po gra kurva? Burra kurva. Jo, numëroj. Burra kurva t'ja më shumë. Po të se nuk pas ka dignitet. Flet për gratë. Po flas për gratë, sepse ti duhet japsh njëri gratë. Duhet japsh njëri. Gruas nuk vjen nëpërmjet prostitucionit. Vjen nëpërmjet të drejtave të barabarta. Këta është profesion. Jo, ti ke profesionin me prostitucionin. Mos gatrove prostitucionin me drejtave të barabarta. Prostitucion është ajo që ikën të shefi vet dhe ja shlo 8 lëndor për karierë. Ky është prostitucion. Ajo që ikën për lek, ajo është profesion. Ajo është profesion, nuk është prostitucion. E ke kapim gjatë. Gjatë ndryshon koncept. Prostitucion është kur shefi jo, përdor pushtetin, prostitucion është kur shefi trupin, po të përdor të si objet. Prostitucion është kur shefi trupin. Për karierë, shefi trupin për karierë. Ajo është profesion. Tu një gru që ka hyrë vlera. Josefina Topalli. Ndërkohë, Josefina Topalli. Josefina Topalli. Po, është e zonja intelektuale. Valentina Leskaj. Valentina Leskaj. Majlinda Bregu. Valentina Leskaj. Atere, një në të qule dhe qëllë. Se për Majlinda Bregu në vlera, u qoba. Se di shumë mirë historinë e Majlinda Bregu. Me vlera është Majlinda, është super zoj. është super zoj Majlinda, po stop i herë tashi. Tashi ju ludhem shumë, unë do të them fjalë të funit, mos më ndërhyj se do të them monologun e funit. Monologun tënd. Ju ludhem na falni për tonin. Ju ludhem kjo zonjë, kjo shoqe e jona. Kjo Jacqueline.
Kjo ka që më regullushme, sa ne di përballë 3 zotnive që janë gjysë të çmendur, unë i përulem dhe falenderoj për të gjitha këto ngacmime dhe provokime, por unë si Luz do t'jap një opinion timin pse kam ngacmuar. Për mu, moralisht dhe shpirtërisht, është më prostitut ajo femër që vrapon mbas karrierës dhe bën çdo gjë për të hypur të pamoralshme, për të ecur përpara dhe ta marroj. Dhe është më e moralshme një femër që e zgjedh si profesion prostitucionit. Janë burrat në Shqipëri shumë herë më kuçka dhe më prostituta se sa femrat. Dhe këtu Zhaklinës unë jap të drejtë. Por ju lutem ju si shtet, ju bëj thirrje, fejni dignitetin gruas. Ndërkohë, Skaq Gjergjuca Rozava. Zhaku, faleminderit. Edhe na bëj Allah.